Pastaj ti kthehesh te kund dhe thuj, madhi Zot më fal, unë ky jam. Tha u biri Ademit, kur mblutesh dhe shpreson te kund, çfarë gjinafe shket ti fal, për mua kjo s'ka problem. Se i madhi Zot ka përgatit me mëshirën e vet hyjnore, ka përgatit në këtë natë mirësi të pafundme. Islami në një vend që njerëzit e besojnë, në mënyrë shumë graduale, shumë të bukur, shumë fine, shumë hyjnore, i jep ilaçet e duhura për smundjet që i ka ajo shoqëri. Islami nuk nxitohet, o xhallarët ngaherë po. Islami është i bukur, ngaherë njerëzit e shëmtojnë, po ai i bukur është. Njerëzit e paraqesin atë keq. Po ta shikosh atë në brendësinë e saj, me kujdes do të gjesh që ai e kuron çdo smundje shoqërore në mënyrë shumë graduale. Jo si ne sot që sa e shohim i person, haram, 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 edhe ai ikën s'hymon në fe, as afrohet më me fen. Po ta shikosh Kur'anin famlar, ilaçin e tij se si vjen, do e shikosh që Kur'ani e ndaloi alkoolin mas shumë viteve mbasi kishte ardhur Islami. E ndaloi kredin dhe riban shumë vite mbasi kishte ardhur Islami. Kur arriti shoqëria kulmin e moralit, Zoti i Gjithësisë urdhroi për të vënë shamin, si a tha që ditën e parë. Kështu që, parë në këtë këndvështrim, lumë si ato që e kuptojnë Islamin real. Se i pjesë po kuptojnë Islamin e YouTube-it dhe të Facebook-ut. Nuk është ai njeriu vlerësohet si njeri. Sot ka humbë kjo dhe prandaj ndodhin gjithë katastrofat në tokë, se po e pe i njeri që s'ka zbon. Po e pe i njeri që ka ngjyrë, thu ky zbon, është i pavlerë. Po e pe i njeri që ka pushtet e respekton. Po e pe i njeri që s'ka pushtet e nënvlecon. Kurse e vërteta islame, ju begatofti madhi Zot, është që nëse i lind njeri, ai është i bekuar nga i madhi Zot, vetëm nëse e shkatron veten me mosbesim dhe me vepra të këqija. Tani Bilali radhiyallahu an boni këtë sakrificë, a ta pagu Zoti një sakrificë që bën apo jo? Zoti i madh kur bën një sakrificë, ta pagun, ta kompenson? Po. Në këtë botë, koncepti i dytë. Pra i pari ishte që mos nënvlecojmë asnjë. Çdo njeri që lind njeri është i bekuar nga i madhi Zot. E pe tjetrin me ngjyrë, hasha lillah ta nënvlecosh. E pe tjetrin ngjaj shëmtuar, hasha lillah ta nënvlecosh. E shikon tjetrin ndoshta s'ka pushtet, hasha lillah që ta nënvlecosh. Ai është rob i Zotit. Ai është i bekuar sa ka lind njeri. Çdo njeri që lind nga barku i nënës, pra që lind njeri, ai ka marrë bekimin e të madhit Zot. Pra Zoti e ka lartësuar mbi çdo krijesë tjetër. Kjo është kuptimi i njeriu. Gjithë drama sot botërore ka ndodhur në të kalumen, derisa të kaloj klasën njerëzimi deri në ditën e gjykimit, do fitojnë civilizimet, do fitojnë popujt kur njeriu ta nxjerrin pa dhe kur epshet dhe pasionet e këqija t'i lejnë anash. Çfarë do thotë kjo? Sot ka koncepte në shumë shtete të botës që leku është në mes, njeriu s'ka problem le të vritet. Pushteti është në mes, nuk ka problem, njeriu le të degradojë. Pasioni i femrave është në mes, nuk ka problem se ato prostituohen me miliona në gjithë botën. E rëndësishme unë të fitoj nga një haram, qoftë ajo droga apo qoftë prostitucioni. Nuk ka problem, e rëndësishme unë që unë bëhem miliarder, se vujnë me miliona në botë, s'ka problem. E rëndësishme është ta shes unë duhanin dhe të bëhem miliarder, s'ka problem se mbi 60 milion njerëz vdesin çdo vit. Kjo është ngel në klasë në konceptet e kësaj bote. Realiteti islam thot njeriu e piqëndrën në mes, edhe çdo gjë tjetër është anash. Ajo që është e keqe s'është fare në autostradën e kuptimit islam. Kjo do të bëjë që njerëzimi të shkojë përpara, kur ti kuptoj këto gjëra që na ka mësuar i madhi Zot gjithë neve. Por çfarë ndodh? Ndodh që kjo nuk vlerësohet. Ne jemi këtu ku jemi. Kur nuk vlerëson njeriu ne mashtron. Kur nuk vlerëson njeriu ne intrigon. Kur nuk e vlerëson njeriu ne spionon. Po ta vlerësosh ashtu siç e ka beku i madhi Zot që e ka kriju, ti nuk ja bën dot to se e kupton vlerën dhe madhështinë që ka krijesa që quhet njeri. Për këtë arsye, gjithë padrejtësitë bëhen për mosvlerësimin e njeriu. Vjen politikani thotë, unë të bëj lek, rëndësishme, s'ka problem se fëmia tjetri s'ka bukë të haj. Në gjithë botën ndodh kjo. Shive, vizioni islam me ngelje në klasë të vizioneve tjera të nënvlerësimit njerëzve. S'ka kuptim fare, prandaj ka thonë Muhammed Mustafaja, do ta shikojmë ditë gjykimit, kush e ka i fije me një madhësi në zemër s'hyn xhenet. Bëu mendje madh po desh.
s'na shkon, se nuk hym në xhenet, sepse fillon i jep vetes atribute që nuk na takojnë. Unë që po flas, ju që po më dëgjoni, gjithë ato që do na dëgjojnë nga kamera, o vëllezër, motra nderuar, do vdesin. Edhe pak vite, qoftë se kemi, dikush e ka më shpejt, dikush më vonë, dhe ikim ke i madhi Zot, nuk na takon neve me ndjematësia, madhështia, sikur ç'po bëjmë. Ne jemi përkohshëm dhe gjithë shansin na është dhënë me besu të madhin Zot.